duhet bët punë në këtë drejtim, e përgëzoj prokurorin për veprimin, por mendoj që ka punë në këtë drejtim akoma. Kur thoni zell, nga vjen gjithë ky zell, për çfarë konkretisht e keni fjalën? Po tashmë nga këtë akuzë është e qartë që ka pas një investim që të diskreditohet figura e Kryeministrit Republikës Kosovës dhe në këtë drejtim, nëse e analizojmë tërësisht atë që ka ndodhur, mendoj që është e qartë dhe sqarohet vetvetiu se nga kush është shtyr ky zell për ta sulmuar figurën e Kryeministrit Kurti. Ndërkaq që po rikthehemi te situata aktuale politike, pra jemi në pritje të një takimi mes Kurtit dhe Abdixhikut, një takim i cili në fakt nuk është që po zhvillohet pra në bazë të informacioneve dhe diskutimeve që i keni brenda partisë, kur pritet të zhvillohet një takim mes Kurtit dhe Abdixhikut? Tani takimi i fundit ka qenë konstruktiv. Ju e dini që pas këtij takimi janë deklaruar edhe kryetari i Lëvizjes edhe kryetari i LDK-s. Ata kanë bërë të qartë që në parim janë dakorduar për cilësimet të cilat duhet t'i ketë kandidati konsensual për postin e presidentit të vendit. Unë mendoj që ky është një hap shumë i rëndësishëm dhe pozitiv. Pra fakti që ne jemi dakorduar tashmë për cilësimet apo atributet që duhet t'i ketë presidenti i ri i vendit, e lehtëson shumë diskutimin drejt konkretizimit për emra në këtë drejtim. Tani, sigurisht edhe LDK-ja edhe Lëvizja Vetëvendosje i kanë mekanizmat e brendshme në kuadër të cilave është duke i bërë konsultimet e veta në raport me çështjen e presidentit. Por ç'është e vërteta, për këtë çështje, konsultimet ne si Vetëvendosje i kemi që gati 2 vite, sepse jemi të bllokuar në këtë proces dhe po përpiqemi vazhdimisht që të bëjmë një zgjidhje. Ju e dini sa oferta i kemi bërë në këtë proces edhe më herët, në mënyrë që vendi të mos shkonte në zgjidhje të panevojshme, por të pasuksesshme. Tani në kuadër të mekanizmave tona të brendshme, sigurisht që janë duke vazhdu konsultimet tona të brendshme, edhe unë nuk mendoj që është lajm tashmë takimi dhe vazhdimi i bisedimit me LDK-n, urat e komunikimit janë ndërtu, personat përgjegjës për këtë komunikim janë duke vazhdu komunikimin, e në anën tjetër sa po të ketë diçka konkrete, mendoj që ajo do të bëhet publike edhe do ta keni edhe ju lajmin.